Gjatë interpretimit të gjetjeve mjekurigjore, vetë fakti i prezencës së faktorëve plotësues të qitjes në regionin e shpinës së gishtit të parë të dorës së majtë, me besueshmëri konstatohet se ka qenë plaga e parë gjatë incidentit në Fjarë. Plagën me numër 5, e cila është e evidentuar në regionin e majtë të jashtëm të shpinës, rreth 9,5 cm nën plagën paraprake me numër 4, e cila është evidentuar rreth 129 cm nga shkuta e këmbës dhe 19 cm nga nënshetulla e majtë, me përmasa rreth 1,7 nga 1,7 cm, me formë të çrregullt dhe përngjyrim të kuqe, e cila edhe gjatë ekzaminimit të jashtëm kufomor ka vazhduar të gjakderë. Nderuar gjyqtar, në pjesën e konstatimit në faqen e fundit të ekspertizës paragrafi 2 theksohet se momentin e kryerjes së veprës të cilën akuzohet tek e ekzaminuari nuk kanë gjetur elemente të natyrës psiqike. Tek i ekzaminuari nuk janë gjetur elemente të natyrës psiqike që do të ndikonin në uljen e aftësisë mendore për të kuptuar dhe kontrolluar veprimet e veta. Që do të ndikonin në uljen e aftësisë mendore, për të kuptuar dhe kontrolluar veprimet e veta. Dhe kjo nuk kupton përgjigjen se sikur të kishin gjetë elemente të çfarë do lloj natyre do të ishin. Kjo nuk kupton se sikur të ishin gjetur elemente të çfarë do lloj natyre që do të ndikonin të çfarë do lloj natyre që do të ndikonin në zvogëlimin e aftësisë mendore, do të specifikojnë ekspertizë. Mbi 1 metër apo si quhet nga distanca. Kur kam thënë nga distanca, tani ku marr përballë edhe mekanizmin e armës se si vepron pas qitjeve testuese. Pas qitjeve. Nëse si vepron pas qitjeve. Pas qitjeve, po dhe bëjmë testuese. Kjo është bazuar duke eksperimentuar me një armë të kalibrit njëjtë, të konvertuar të një rasti tjetër. Për një rasti tjetër, ku kemi regjistruar se arma në një qitje normale, në një kënd drejt, po thuajse drejt, hedhjen e gjojave e bën në anën e djathtë, në një lartësi e bën 2 deri 3 metra, në një lartësi 2-3 metra, dhe domethënë fillon nga kendi 30 shkallë, nëse morëm 0, dhe kjo është 90, nga 30 dhe mbrapa e bjerë 270. Ose, por orientim më të lehtë është nga akrepat e orës 2 deri në akrepat e orës 4-5. Jo, nuk ka qenë planifikuar. Nuk ka qenë planifikuar. Asnjëherë nuk e kam pasur ndërmend për me privu nga jeta ose për me gjujt.
Unë normen e kam bojtur vetëm nëse më del për para, Kam mbajtur vetëm nëse më del përpara, për ta friksuar. friksuar që të me privu objektives është, jo provu. Në fund, rreshtë po në fund, privu. Po atë natë, Po, po atë natë, po atë natë, kur e kam por duke vrapuar drejt me je, me njërën dorë në zep, kam mendu që ka po thonë, dhe jam koni friksu, kam menduar se ka pasur, yes. Se ka pasur armë, dhe se kam qenë friksuar. edhe veç ku mbyll. Ai kur nuk ka sjell të prindi edhe të familja probleme, domethënë sikur Ka sjell tek prindë dhe familja probleme. unë personalisht kam probleme shumë të mëdha. Se jemi njerëz, i kuptoni edhe ju, zonat dhimbtën, po unë zi qa them. Unë një alo shtetit, edhe nuk e di as dhe qa me thonë. Rastin konkret, si panderi ka kry veprën penale dhe i kam ndërmarrë të gjitha veprimet inkriminuese, duke kry veprën penale, vrasje rënd nga legi 173, paragrafi 9, paragrafi 1.5 të kodit penal procedurë të kodit të përkohshëm të Republikës Kosovës dhe se ka posë mosmarrëveshje me viktimen paraprakisht, ishte përgatitur dhe ishte pajisur me armë zjarre dhe zite kritike kur e ka por viktimen, ka shtinë në drejtim të viktimes me qëllim që vetëm ta privojnë nga jeta duke rrezikuar edhe personat pjesëmarrësie në komunikacion, pasi që panderi ka shtinë në drejtim të viktimes në vend të frekontuar me shumë njerëz. Në rastin konkret qëndron pretendimi i panderit se e ka privuar nga jeta viktime vetëm për shkak të faktit se është friksuar, se po vetë për shkak se panderi është ditën kritike e ka por që viktima nuk ka me vete ndonjë armë apo mjet tjetër të përshtatshëm për ta privuar nga jeta. Edhe njëherë, duke marrë parasysh të gjitha këto prova, bazuar nga të lartësika të propozojmë gjykatës që të panderit ta shpall fajtor për veprat penale, për të cilat ngarkohet, sipas aktakuzës, të njëjtën të dënoj sipas ligjit, duke marrë parasysh rrethonat lehtësuese nëse gjehet gjykata, ndërsa se rrethona rënduese i propozoj gjykatës që të ketë parasysh shkallën e lartë të pjesëmarrjes dhe dashjen e kryerjen e veprave penale, moshën e re të viktimës, shkallën e dëmit të shkaktuar që është vdekja e viktimës dhe dëmit që ka shkaktuar familjes së tij. Propozojmë gjykatës që të panderin Propozojmë gjykatës që të panderin ta shkoll fajtor dhe dënimi i shqiptuar i përgjigjet edhe pasojave të larta që ka shkaktuar por njëkohësisht edhe të dërgoj një mesazh tek opinioni i gjerë publik për forcimin dhe detyrimin për respektimin e ligjit. Ka qenë në automjet së bashku me dy shokët e tij, posa e ka parë të akuzuarin ka dalë nga vetura dhe është nisë në drejtim të tij duke vrapuar me shpejtësi dhe me duar në gjeta. Pra, këto rrethona tek i pandehuri, domethënë tek i mbrojturin, kanë krijuar frikë dhe pasiguri ku edhe kanë nxjerrë armën dhe ka shtëm. Drejt, domethënë ka ndodhur gjithçka e momentit dhe nga frika. Andaj edhe i propozojmë gjykatës që në rastin e vendosjes të merr si rrethona lehtësuese
moshën e të mbrojturit tim që ka qenë ndërkohë vetëm 19 vjet. Kur më parë nuk ka rënë ndesh me ligjin, është rasti i parë që ka rënë ndesh me ligjin, por t'i ketë parasysh edhe dëshmitë e dëshmitarëve dhe provat materiale që gjenden në shkresat e rëndës.